Të dashur miq, selam aleikum. Sot është data 22 prill i vitit 2026. 8 PM në Kuala Lumpur, 2 PM në Tiranë. Jam me mikun, me të dyshuarin, me bashkëpunëtorin, me poliagentin, shokun tim Gjergj Thanasi. Sot do të flasim për një çështje të nxehtë e cila po ndodh në Tiranë. Përpara një 4 apo 5 ditësh, një grup mujahidinësh kanë qenë në një shkollë në Yzberish, nëse nuk jam gabim, të Tiranës, ku kanë dashur që të bien në kontakt me Do disa. të ndërpres, jo vetëm në Yzberisht, janë 2 incidente, Po, edhe tek bulevardi i ri. 2 ato incidente më, në 2 ditë të ndryshme. ato më korrigjoj më mbrapa, po e kam po i bëj hapjen. Domethënë në Okej. Yzberisht ka ndodhur një përplasje ndërmjet fëmijëve të një shkolle, emrin e shkollës do më thot Gjergji kur të korrigjoj, dhe një grupi mujahidinësh. Ne me Gjergjin që kemi histori me Mekun, edhe sot do merremi me Mekun, por kësaj here kemi disa habere shumë interesante. E para nga që dia pardje kur ka qenë në emisionin në Euronews të gazetares Erla Mëhilli, është përmendur që zona e debatit duhet quhet emisioni, domethënë është hedhur ideja sikur ky incidenti që ka ndodhur me mujahidinët është pjesë e dezinformacionit që hap Irani në Shqipëri, dhe ndër të tjera është përmendur një shqiptaro-kanadez i cili do të arrestohej, po nga që ka pasaportën kanadeze, sa do arrestohej që është u larguar nga Shqipëria, dhe është edhe një tjetër që fshihet diku në Shqipëri që bashkëpunon me këtë kanadezin. Tani, ne me Gjergjin jemi marrë historikisht me Mekun, ne njohim Mekun me dhëm edhe dhëmball, por çfarë duam të bëjmë në pa është që ky incident që ka ndodhur me mujahidinët ku janë munduar që të rekrutojnë këta fëmijë të vegjël, po portretizohet sikur është një dezinformacion i sponsorizuar nga Irani. Mujahidinët, mish, për ata që na njohin mua dhe Gjergjin prej vitesh, që nga viti 2018-2017 kanë nisur të rekrutojnë një numër të madh shqiptarësh si agent, influencues të tyre, etj, me të cilët edhe kanë radikalizuar politikën e Shqipërisë në Iranin. Nga këta agent që Meku ka, shumë prej tyre janë nëpër media, të cilat edhe në luftën 40 ditore që ndodhi në muajin shkurt mars të vitit 2026 ndërmjet Iranit edhe shëbazë Izraelit, dinin nëpër media dhe hallin e kishin që populli shqiptar mos fliste për mujahidinët, sepse sikur kemi thënë unë edhe Gjergji në emisionet ndryshme, mujahidinët janë një rrezik për sigurinë kombëtare të Shqipërisë dhe mujahidinët duhet që të ose dëbohen ose deradikalizohen. Po çka ka ndodhur në këto 2 muajt e fundit? Agjentët e paguar nga mujahidinët, servilët e ambasadës amerikane, etj, në përdaljet e tyre në media janë munduar që ti portretizojnë mujahidinët sikur janë njerëz të mirë, njerëz të pafajshëm, po Irani është një shtet terrorist i cili ka sponsorizuar edhe shqiptar që ti bëjnë foto atyre në mënyrë që ti vrasi Irani. Dhe edhe incidenti i fundit që ka ndodhur para 3-4 ditësh në Tiranë, ku një shkollë me fëmijë është irrituar nga prezenca e mujahidinëve, dhe mujahidinët janë përballur me policinë, nga që prindërit edhe fëmijët e shkollës në Tiranë janë ankuar në polici për prezencën e mujahidinëve. Mujahidinët thonë që gjithë incident po stiset nga Irani, ne kemi mbuluar fytyrat tona kur kemi qenë që na kanë filmuar se po të na i shohin edhe fytyrat tona Irani na vret, dhe janë këta agjentët e Iranit që duan që të na marrin neve në qafë se jemi njerëz të mirë të ndershëm. Gjergji, kjo është sa për intermezzo, futje, hyrje, më thuaj pak
deri në cilën minutë ke kohë para se të vazhdojmë emisionin? Ora është 2:17. Deri në orën 3 kemi kohë, kështu që Okej. 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 Po të pritet zëri prapë në nxive jetën, vazhdo fol. Alo, më dëgjon se më duket se u ndërpre lidhja. Okej, flip, tani Pra, ke gjë. deri në orën 3 me orën e shtyputës, kemi kohë për ta zhvilluar problemin pa problem. Atëre është linja të ty, na trego çfarë po ndodh. Do të regoj dhe do bëjnë një korrigjim për ndonjë pasaktësi tënden. Okej. E para, kemi 2 incidente, jo 1. Mund të jetë edhe 1 tret në Shkodër, por dua ta verifikoj dhe s'dua të flas qesim se unë nuk jam nga këto koleget gazetare pak budallaçka që çau a japin e përsërisin papagallçe. Incidenti i parë ka ndodhur ke Bulevardi i Ri në Tiranë. Është ajo video që ajo femra mujahedine mbulon fytyrën me letër kur e filmon nëna e njërës prej fëmijëve. Nuk është shumë i rëndë si incident sepse nuk pati dhunë. Është incidenti i dytë ke shkolla Katundi i Ri, thonë duket i kanë vënë edhe emër dëshmorja, mësues veteran, po Katundi i Ri është në të folur aty. Diku në Yzberisht. Ky është incidenti i rëndë sepse pati përplasje verbale, nuk e di fizike, midis nxënësve, mësuesve, të paktën 3 mësues të përfshirë, që këto shokët antiterroris para e përmenin këto kolegët gazetar nga Budalliku ose nga Mercenarliku e fshehin, dhe janë irrituar dhe prindrit e disa prej nxënësve. E thektoj prindrit disa prej nxënësve. Dhe nuk bëhet fjalë për prindër gjysmë analfabet me 4 klasë shkollë. Bëhet fjalë për prindër me një rast është me master, një rast është o me doktoraturë o me PhD. Pra nuk kemi të bëjmë me ignorant, me analfabet që u merakosën kot. Sepse edhe doktoraturë në Shqipëri, jo më PhD-a shtetit kesh bërë, do të thotë që ke diçka ke koka, nuk e ke bosh koka. Ngjarja është e rëndë sepse preken fëmijët dhe nuk është hera parë që sulmojnë fëmijët shqiptarë, ka sulmu sekti satanik me ato që bëri me Erion Kavel ke liqeni, me atë aktivitetin, ndër tjerë dhe me pare të shtetit francez, origjinë që isha ajo ke liqeni, nuk është hera parë që preken fëmijët, është tentu time and again, thot anglezi, për me futë pederastinë për shkollat fillore të Shqipërisë. Ky është rasti i sajt që sulmojnë fëmijët nga kënde të ndryshme sulme. Besoj se shqiptarët çdo gjë mund ta adorojnë, se populli shqiptar është popull duri i madh, po prekjen e fëmijëve s'do të adorojnë. Dhe unë nuk kam frikë nga akuzat, jo po është i Iranit, mos ta prekni ke fëmijët sepse unë jam bab vet dhe jam gati të lej kokën time duke u përpjekur ti marr jetën e theksoj këtë, kujdo që prek fëmijët e mi. Besoj se dhe ato antiterrorsa që janë baballar dhe mamallar janë gatshëm të sakrifikojnë dhe jetën e tyre për të mbrojtur fëmijët e tyre. Qose s'janë pastaj nuk hyn ke homo sapiensët, hyn ke kafshët e egra. Megjithëse edhe kafshët e mbrojnë shpesh fëmijën, të rrallë janë ato kafshë që nuk e mbrojnë fëmijën e vet. Kthehemi edhe një herë. Ka të dhëna që diçka e parafort ka ndodhur dhe në Shkodër. Duhet verifikuar se unë nuk flas qesim. Ngjarja është e rëndë, sidomos ajo dinakëria juridike për të shkuar ke posta policisë në Manzë dhe për të bërë kallëzim atje se jo po na sulmoi populli i Manzës rrugës se ishte irrituar. S'kishte dalë ala video e incidentit në Yzberisht. Nga mutin e mori vesh populli i Manzës që ishte irrituar, se duhet dilte video në internet që ta merrte vesh. Se këto kur po ktheheshin nga Yzberishti, pra maksimum 1 orë kohë, ja sulmoi makinën populli i Manzës. Ato i kanë hyrë hak popullit Manzës, ha? Në Sirofal. I kanë hyrë hak popullit Manzës dhe Çukthit. Kanë dashur të varrezat, ka pas protesta masive. Në Sero diçka. Nga mediat, nga policia, më dëgjon? Ka vdekur një shqiptar në atë kamp në rrethana 200. Nuk e kam hetuar atë problem. Nuk e kam hetuar se edhe familja vet nuk donte ta merrte vesh si vdik njeriu i tyre, po ka vdekur njeri atje.
ka vdek një mujahidin që u myt në një rezervuar aty afër, liqen artificial, edhe ajo nuk u hetua si u mbyt. Kemi dhe një të vdekur gjatë ndërhyrjes policisë ku ka pasur përleshje të dhunshme të dokumentuar me foto dhe video, pra nuk e thot Gjeri që thon videot, ku ka vdekur një mujahidin. Dhe akoma sot shteti shqiptar nuk di thot, e vrau shteti shqiptar, pra policia, e vran shokët e vet mujahidinat e iranianin, apo vdiq nga rrethana natyrale, që them unë i pushoi zemra, i ra hemorragji cerebrale, ndrua, pati infarkt masiv akut, miokardi etj. Etj. Pra, kemi 3 vdekje rreth atij kampi, brenda atij kampi, shumë të çuditshme. Po e them shumë të çuditshme dhe është eufemizëm shumë të çuditshme. Tani kanë shku ke Kalamajt. Nuk ka antiterror që do t'i pengojë shqiptarët. Nuk ka padi, nuk ka pengesë, si thon, juridike që t'i pengojë shqiptarët të mbrojnë Kalamajt. Mos ta tregojmë pralla Irani na vret Irani. Mos more, ti do vish ke Kalamajt e miset britska Irani, e mbuloj fytyrën e se na vret Irani. Ja ku po a them se nuk shkel ligj, jam konsultuar me 2 avokat, sa herë që ti shoh rrugës në Durrës an Tiranë, unë do t'i fotografoj surrëtërit e tyre. Do t'i fotografoj. I them shokëve të antiterrorit, padisim. Padisim, mos ka asnjë problem. Do t'i fotografoj. Sepse unë nuk fotografoj vetëm aty ku vehet parrulla. I ka fotografuar në gjykat. Dhe thash, veti parrullën në gjykat, nuk ju fotografoj. Për njerë, gjykata e Durrësit ju nënshtrua vullnetit mujahidinëve dhe vuri parrulla ndalohet fotografimi. I ka fotografuar në gjykat në prezencë të 2 avokatërve të tyre. Njëri për avokatërve është avokati Sal Berishës, që ky gjyqi për kompleksin Partizane. Pra, unë do t'i fotografoj vetëm ku ka parrull, po. Unë nuk shkoj do të fotografoj repartë ushtarak se shkruan ndalohet fotografimi. Nuk shkoj do të fotografoj godinën e shikut diku, në Shkodra, Durrës, në Tirana, që të themun, në Elbasan, sepse ka ndalohet fotografimi. Ato unë do t'i fotografoj, sepse unë nuk kam frikë nga mentaliteti leqjan, pse më shef ti mund diskotek. Du mërë t'ju fotografoj, du, s'kam asi penges ligjore. Gjithsesi, shkoni ankohuni ke segmentet kuislinget, policisë shqiptare të antiterrorit dhe më hapni proces penal. Më hapni proces penal. Kjo është njëkohësisht edhe përgjigja ime për doktorin e shkencave Karamuço, i cili na çau edin me rrezikun iranian dhe me njerëzit e Iranit në Shqipëri. Të mbrosh një shqiptar. Karamuço tek ai emisioni që ka qenë te Erla Mohilli thoshte që është njëri thoshte që i ka fotografuar thoshte dhe ja ka çuar fotot e Iranit që t'i vrasi Irani këta. E kupton ti çfarë thotë ai idioti? Atëherë, disa herë mund të jenë mbi 10 raste, unë kam publikuar fotot të tyre në Facebook-un tim. Dakor? Pra, është një mentalitet i kohës diktaturës, është debil. Më kujton hetusin tim të 90-s, që unë lidhesha me CIA-n amerikane se unë di anglisht, dhe këto CIA s'dikan anglisht. Është një njëjti mentalitet. I kam Facebook-un tim, hyn kush të doj, merr çfarë të doj materiale. Dhe sa herë të më bien foto të tjera në dorë ose video, do t'i publikoj në Facebook-un tim. Pra nuk do t'ja çoj Iranin që t'i vrasi Irani. Nuk do t'ja çoj, do t'i nxjerr Facebook-un tim. Le të shkojnë të marrin një urdhër nga gjykata që kjo s'lejohet. Unë i bindem. Pse? Unë nuk kam nxjerr, materiale të, si quhet ajo, Homeland Justice, sepse ka një vendim gjykate, gag order i thon anglisht, që mua s'më lejon t'i botoj ato materiale. I kam, po nuk i botoj. I studioj për hesab tim për të kuptuar se kush ka qenë ai Johani, shefi Shikut. Çfarë marrëdhëniesh ka pas ai me Eyüpin, shefi Shikut Shqipërisë? Çfarë marrëdhëniesh ka pas ai me Eyüpin grek? Dhe çfarë marrëdhëniesh ka sot në ambasadën shqiptare në Washington ku punon me shefin e stacionit të Eyüpit grek në Washington? Por ama nuk i botoj. Unë i shfrytëzoj ato materiale për të kuptuar sa budalla ka qenë drejtori antiterrorit, më vonë drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit, ky me mbiemrin Melska. I thash Melska se kam 2 mbiemra, Nano dhe Melska këto. Ka qenë budalla, ka vënë në rrezik
edhe partnerët tanë izraelit, me emra, me mbiemra, me numër identifikimi të pistoletave e tjerë, por unë nuk i publikoj, se ka vendim gjykate. Prandaj, u them, ish terroristëve iranian të vendosur në kampin Ashraf 3 në Manës. Merrni vendim gjykate dhe unë nuk publikoj foto në Facebookun tim. Në Facebookun tim, jo në Facebookun e Iranit, në Facebookun tim. Pse ka Irani Facebookun tim. Po ku dëgjoj? Po me qenë se ja çoj Iranit mendova që ka dhe Irani në Facebook. Tani Gjergji prit të ndalojmë pak te kjo. Të ndalojmë pak te kjo. Një moment ndalojmë pak këtu. Sepse narrativa që Meku hedh dhe që i ka bindur edhe shumë nga këta mercenarët shqiptar, unë shpresoj që ky Karamuça të marrë në lek faktën për këtë gjëra që bën. Po nuk është vetëm Karamuça, se ka shumë të tjerë. Domethënë Meku ka nisur në Shqipëri një fushat masive rekrutimi. Të lutem shumë, mos përmend punë lekësh, se doktori i shkencave Karamuça nuk është bixhosçik i harxho paret bixhoz, që ti duhen lek nga Meku apo nga antiterrori. Kështu që të lutem mos e përmend. Dhe dua të them që narrativa që Meku ka hedhur jo vetëm kundër meje dhe teje, por edhe kundër BBC-s, edhe kundër Al Jazeera-s, edhe kundër The Guardian, edhe kundër The Independent, edhe kundër Channel 4, edhe kundër New York Times, Patrick Kingsley, gazetari Patrick Kingsley, edhe kundër New York Timesit, edhe kundër gazetës Impact, edhe kundër Jetës Orshqep që i botoi videon e skandalit, dhe kundër Top Channelit edhe të gjithave, narrativa që Meku hedh është që ta që na sulmojnë neve, na ekspozojnë dhe duke na nxjerrë këta neve nëpër media, neve na e shikon fytyrën Irani edhe çfarë na vjen Irani dhe na vret. Dhe më fal, sa ka bërë Irani nga 2013 nga këto? Sa ka plagosur? Se u bën 13 vjet, nuk është 5-6 ditë dhe ditë 7 do i vrasë Irani. Për s'ka Rufian Hali akoma. Dhe dua të them që narrativa që Meku botonte që në vitet 2017 kur ju vërsul mediave, por që tani ka gjetur papagall si kur Karamuça, është që unë edhe ti, por jo vetëm unë edhe ti, nëse dëgjove atë Altin Goxhën në një podcast që na kanë bërë grupi Iranit një 20 veta jemi ne, kush flet për luftën në Iran, Izrael etj, janë gjithë grupi Iranit, dhe narrativa që janë Karamuça është thotë që është një shqiptaro-kanades sot që vjen këtu thotë, mos nuk kam lekët me vete se doja me dhënë ca lekë burr nga Tiranit, po e kam kuletën tani më tan, t'jap më mrapa. Dhe narrativa që hedh Karamuça është që ti lek nga Tiranit nuk mjafton kuleta, duhet në karrocë dore. Po jo janë kështu Beharazadi, se ata bëjnë kështu me Floria. Beharazadi. Dhe narrativa që narrativa që bën Meku, por që bën edhe këto mediat e Sorosit, sikur Birni e të tjerë, është që Irani ka atë networkun e vet në Shqipëri. Ky network bën dy gjëra, se nëse e pe atë deklaratat e Karamuçës, po Karamuça është legendë, është frikacak, se nuk janë banë që të përballet me neve përballë. Është legendë, mora, tru ka, ndonse është doktor i shkencave. Jo, se është frikacak sepse ky Karamuça kemi fol bashkë përpara kur ishte 2 muajsh që unë erdha në Shqipëria do vija ku dëgjon. Ky Karamuça doli tek ajo rekrutja e Mekut Grida Duma, që Meku e merrte në për ato simpoziumet e veta për luftë kundër Iranit, edhe tha ku ishte në shkurt që tha ka një grup të madh. I bëj thirrje me qenë se është bërë gazetare tani Grida, kolege si me zonjushës Grida Duma, që mos ketë frikë nga Meku, mos t'i bindet Mekut, sepse Meku nuk e ka dosjen hetimore për vrasjen e kryebankierit Santo, drejtorit të Kreditbankut. Grida, nuk e ka atë dosje hetimore Meku, mos ki frikë. Mos u intimido nga Meku. Se komën e dursakën tina, pranisëm. Pse mendon që mund ta trëmbi Meku me dosjen e Santos?
Po jo mi them ngritës mos ketë frikë, se kam dorsakën time më pranë, kupton? Okej, më rregull. Grita mos ke frikë, më rregull. Edhe dua të them që Meku me këta personat që ka rekrutuar, disa ndoshta me dosje, disa me frikë etj. Po, në dosje ka përdor dosje të sigurimit, dosjen e bashkëpunëtorit të sigurimit që ka pasur pseudonimin Kërmilli. Atë po. Atë ka tërhequr me dosjen Prit ta ndjer Kërmilli. një foto, ja këtu e kemi Kërmillin me gjithë Gridën edhe Mariam Raxhavin, kur i rekrutoi Meriemja atëherë që i merrte në kampin e saj. Megjithatë, Po, një nga këto 4 burrat është Kërmilli. Po, një nga këto 4 burrat është Kërmilli. Është spion sigurimi. Edhe dua të them që narrativa që po, domethënë, dalim te Karamuço se u bëra lëmë shumë. Karamuço që në shkurt, kur nisi lufta Iran-SBA, dhe kishte shumë persona që thonin që Amerika po e humbet luftën me Iranin etj. Që tha është një grup tha që komandohet nga Irani tha, dhe është njëri tha që është jashtë tha, sa i komandon këta tha, por tha po të vijë ai në Shqipëri tha ai e ka dosjen kaq tha, edhe sa të vi tha aty do t'i bëjmë prangat. Dhe në këtë emision ky person ishte me Karamuço, ishte me Fred Çakun, ku Fredi tha çfarë do të na mbyllësh gojën ti neve. Unë si për t'i bërë karshillok Karamuço dhe atyre që e komandojnë nga mbrapa, se Karamuço ka informacione shumë të klasifikuara. Si nga mbrapa? Nga mbrapa? Ne nga para në krah. Jo, nga mbrapa, jo, se nuk është Gjirokastër, nga bashkia e Gjirokastës me stadion akoma. Karamuço nothing personal. Dhe që atëherë tha që është njëri tha që e ka Irani këtu tha si njëri kryesor tha, po të vitha do t'i bëjmë prangat. Edhe unë erdha, sigurisht njëri pranga. Biles, sa po erdha, ditën e parë sa isha në Tiranë, shkova te Fred Çako, i thashun Fredi, thashun çfarë tha te emisioni, thashun që do i bëjnë pranga, edhe tha biles bëjmë edhe shqyfyre me Fredin, se tha po e bëjmë këtë emision tha në Malajzi tha se Ulsi tha ka frikë tha se po erdhën tha do t'i bëjmë pranga ta në Rinas. Tirana e Malajzi. Më fal, ky person tani, unë nuk e di, ose e bën nga idiotësia, ose ja jep antiterrori këtë lloj informacioni, ose Meku, ose ndoshta ka ndonjë nga drejtorët e antiterrorit që ka marrë shumë lek nga Meku, dhe Meku sikur ti dhe ne gjithë e dim do kokën time e do thëndën në veçanti, se ne me Mekun kemi hasmëri që në vitin 2017-18, se ja kemi nxjerrë edhe. Më fal, do ndërpres. Unë nuk e di për kokën tënde, po për kokën time e informoj Mekun që unë përdor brisk Gillette Mark 3. Gillette Mark 3. E di që ti përdor Mark 3, po edhe ata përdor një Karamuç. Jo Mark, Mac. Edhe Meku ka gjetë një Karamuç. Ti ke Mac, ata kanë Karamuç. Dhe çfarë ky idiot, ky debil, unë erdha në Shqipëri. Doktori i shkencave Karamuço, të lutem shumë. Doktori i shkencave Karamuço. Po, Karamuço. Dhe ky person unë erdha në Shqipëri, e sfidova kur isha aty, bile si çova edhe llaf Grida Dumës, se i thash më keni përmend indirekt mua. A mund të bëjmë një emision për Iranin edhe Mekun? Pati frikë që të ballafaqohej me mua. Dje i kam shkruar edhe Erla Mohillit, ta çova edhe ty mesazhin. Po shet men kot, miku im. Grida nuk ka frikë për ballohet me Lelan e PD-s, pas ka frikë për ballohet me ty. Po të lutem tani. Të lutem, Lameta Fred Lela. Po jo, dëgjoj tani narrativa që bën ky person. Domethënë, ky bën dizinformacion, po nuk e di a e bën nga që është idiot apo i thon. Se thot erdhi ai thot që është njeriu i parë i Iranit, shpërndau lek, ja kishin bërë gati prangat, por kur iku në aeroport tha, nxori direkte pasaportën kanadeze edhe çau ferrën. Tani që iku me vrap. Tani Gjergji ti e di shumë mirë që unë para se t'u largoja nga Shqipëria, ne bashkë çam ferrën, shkuam bashkë në Kosovë. Në Kosovë ç'a pasaportë përdoron vlla, se ishim bashkë kur dolëm nga Shqipëria. Me pasaportë shqiptare. Pra hipoteza Karamuçës që mua nuk më ndalojnë dot nga që kam pasaportë kanadeze se ashtu është muhabeti, duket që është një prallë më mbrat. E që unë hyj e dal në Shqipëri me çfarë do lloj pasaporte të kem qef.
Por, Jo vetëm ajo, por ka i problem tjetër. Kjo mua më vën në dyshim për aftësitë mendore të doktorit të shkencave Karamuç. Pse? Pasaporta kanadeze nuk të jep imunitet. Shqipëria nuk është perandoria otomane e fillimit të shekullit 20, që ka sistemin e kapitulacioneve. Pra, po që shteta si një prej fuqive të mëdha nuk ka Kadiu Osman të gjykon konsullata e shtetit tat, edhe kur bë krime. Pasaporta kanadeze nuk të jep asnjë mbrojtje, vetëm ajo po ti teket, ambasada kanadeze mund të çojë dikë kur të bëhet gjyqi jota, kur ti je në ndalimin e policisë etj. Po nuk të jep imunitet. Policia t'i ve hekrat sa herë të doj, kur të doj, ku të doj. Nuk të jep imunitet pasaporta as kanadeze, as amerikane, as ruse, as venezueliane, as togoleze, as çfarë them unë, nepaleze. Karamuço është bërë shkencave tjetri. Karamuço është bërë sigur Piro Misha Rahmet Pas Mërzjalli. Kolegët gazetar, si nuk i bëjnë pyetje, s'ka imunitet pasaporta kanadeze. Është një ignorancë ulëritse o burr, nuk jemi në 90-ën dhe mbyllur, që nuk e dinim ç'a bëj për te i kufirit. Tani, dëgjoj, Karamuço është bërë sikur Piro Misha vitet 2003-2004, kur edhe atëherë unë shaja Amerikën, që isha kundër luftës në Irak, që më çon një email edhe aludon se arsyeja pse unë nuk arrestohem nga amerikanët dhe nga shqiptarët, është se ashtu është muhabeti se unë punoj për dikë. Megjithatë, vazhdoj me deklaratën e Karamuços. Karamuço ndër të tjera deklaroi që ndërsa ky shqiptaro kanadezi sa do ta arrestonim neve na iku se nxori pasaportën kanadeze, po tha është edhe i tjetër që ka me vrap. Domethënë unë nxora pasaportën vrap në avion ika, çava ferrët. Por thotë që është edhe një tjetër, thotë që është këtu, thotë në Shqipëri, thotë edhe ai fshihet, thotë, po është këtu ai. Por kë ka pat llapin? Kush është ky tjetri që? Ky tjetri duhet jem unë. Këtë intervistën që po bëjmë, unë jam në një shpellë në mokrën e sipërme, është mali i Kozicit, është një shpellë e maskuar me ca dushkje të rregjura ke hyrja, edhe po ju flas nga shpella. Edhe Renea e ka vështirë me militare, me ato pajisjet e alpinistit, të më rri ke hyrja shpellës ku jam qef unë. Ka të drejtë, ka plotësisht drejtë. Tani shpati perëndimor i Kozicit, ku është ajo shpella, mali i Kozicit, mokrën e sipërme. Tani për te qyfyreve që bëjmë këtë debilin me Karamuçon, duhet merremi me dy gjëra serioze. E para, domethënë Meku nëpërmjet këtyre rekrutëve të vet, si Grida Duma, ky Kërmilli, Karamuço e tjerë, duan që ta mbyllin gojën neve. Sepse kush është teza e këtyre, thonë që këta po folën, domethënë nëse unë e ti flasim për Mekun, ne na jep urdhër Irani. Po Irani flisni ju edhe ne direkt. Jo, preket siguria kombëtare. Preket siguria kombëtare. Gjë Mekut që ka siguria kombëtare e Shqipërisë, kupton se çfarë idiotizmi është ky? Është edhe doktor e shkencave zotëria. Nëse e dëgjove çfarë tha ky Gamori, tha që po domethënë që unë të paktën u ndjeva rehap në minutën 54 të videos. Thoshte që po këta tha deri tani ta merren vetëm me dezinformacion, domethënë na i hoqë ato nenet e tjera terrorizëm vrasje, po deri tani Irani tha po bën vetëm dezinformacion nga Meku. Tani për opinionin publik duhet sqarojmë diçka. E para, mujahidinët nuk janë njerëz të mirë, janë vrasës, janë terroristë, janë persona. Kam pas qenë vrasës. Ishte terrorist. Ka dyshime po vrasin në Shqipëri, po kam pas qenë vrasës. Po, tani nuk vrasin sikur vrisnin më herët, se i kanë radhë në fuqit. Dhe këta njerëz normalisht do duhet ishin në burg për ato që kanë bërë. E dyta është Meku pasi erdhi në Shqipëri, krijoi këtë kampin paramilitar të Manzës, ku nga aty ka krijuar ekstraterritorialitet, ka krijuar një shtet brenda shtetit në Shqipëri, gjë që është ilegale. E treta, Meku që kur ka ardhur në Shqipëri, në vend që të merret me Iranin, po Irani s'ka çfarë të bëj, shumicën e kohës merret me njerëz si puna ime e jonë. Me këta fëmijët e Ysberishtit, me fshatarët e Manzës, të cilët i çon në parajonin. Do të ndërpres, meqense më kujtu prej fëmijëve, të lutem është e rëndësishme. Po na i bëjnë meksat viktima që u kanë rënë qaf shqiptarët.
janë të rrezikshëm për fëmijët dhe këtë nuk e them unë Gjeri Thanasi se s'ka bler fjala ime. Ka një proces gjyqësor në gjykatën e Tiranës, juridiksioni parë, si quhet emri zyrtar i gjykatës. Një meks është akuzuar për marrëdhënie seksuale, homoseksuale me dhunë, me të mitur të mbetura në tentativë. E kupton se çfarë akuzet më shumë? Ta themi për popullin që ndoshta se kupton, një mujahidin ka përdhunuar një kalamot vogël. Jo, ka tentuar, ka ngelur në tentativë për dhunimin. Lavdi Zoti se ka përdhunuar kalaman e vogël. Dhe është proces gjyqësor ky. Pra, unë gjithmonë citoj dokumentat e gjyqësorit. Një lloj si rasti që 300 nga këto meksat kanë kaluar kufirin në mënyrë ilegale, pra kanë konsumuar veprën penale të kalimit të paligjshëm të kufirit. Është vepër penale zotëri. 300 copë. Është me firmën e Mevullin e një gjykatëse të quajtur Eva, s'po vjen me emri. Po në Tiranë kjo gjykatëse. Pra, unë gjithmonë përdor dokumentat të gjyqësorit. Pra, të paktën në një rast një meka ka tentuar të përdhunojë një fëmijë shqiptar, sipas gjykatës shqiptare. Nëse gjyqësori shqiptar gënjen edhe Gjeri Thanasi. Pra, të mos na e bëj zëvendës drejtori antiterrorit ose doktori Karamuço ose këto për fat keq kolegët e kolegeshat e mia se janë ëngjë. Jo, por jo, ka gjyq, dikush prej tyre, njëri prej tyre është akuzuar për tentativë për të përdhunuar mashkull me mashkull fëmijë të vogël. Pra, minoren të mitur. E kuptoni se çfarë janë? E kuptoni pse u acarun nxënësit, mësuesit dhe prindrit e shkollës së Katunit të rinë në Zberisht. Nuk u acarun se kishin fajin ato, se ishin si u quajtën panik kolektive këto trapllëqet. Jo, më jo, ka precedent kjo punë, dhe janë precedent penal, jo precedent la. Precedent penal. Pra, kemi një rast të dokumentuar nga gjyqësori shqiptar. Është përfshi policia, jo antiterrori, është përfshi policia, OPG-ja e policisë. Pra janë disa shkallë OPG-ja e policisë, prokuroria ka shkuar në gjykatë çështja. Nuk e di se s'jam interesu, por ka shkuar deri në gjykatë. Pra mos na i bëjnë ëngjëll. Nuk po them tentativën për të u vjedhur tokën katonarëve të Manzës se do boshin i varrezë monumentale sorrati këtyne. Dakor? Ka protestuar populli i Manzës. Nuk po them për sulmin e dhunshëm të dokumentuar me foto dhe video në panajirin e Librit Durrës, panair që mbështeti zyrtarisht nga Ministria e Kaltyrës, jo Kulturës, së Kaltyrës dhe nga Bashkia e Durrësit. U përleshën me policinë e rendit, u përleshën me policinë bashkiake, u përleshën me Vrana Security, domethënë këtë policinë private. Dakor? Pra nuk është parë që ato janë dhunshëm. U përleshën me policinë e rendit, u përleshën me Renean, policinë tonë speciale. Dhe ky është fakt. Nuk është, më fal të argulloj çiktë. Pra nuk është se e thot Gjeri Thanasi. Janë filmime. Po i rikthejmë edhe herë që kemi edhe ato, domethënë që vdiq në rrethana të çuditshme në kamp, atë që u vdiq apo u vra në përleshjen me policinë shqiptare në kamp, e tjerë. Pra, kemi disa raste dhune. Nuk kemi të bëjmë me njerëz paqësor që u bin shqiptarët në qafë, që u bin ca spion, terrorista, agjenta, lesha presh Tiranit, si puna jote e si puna ime. Po, Karamuço, për këto që ne themi, thot, apo do t'i thot Meku dhe do lexoj kasetën, domethënë kur dali në televizion, edhe kur dali tek Grida apo te kjo Erla Mohilli, edhe do thot që të gjitha që ka thënë Olsi me Gjergj Thanasin, ua ka dhënë Irani dhe janë të gjitha gënjeshtra dhe dezinformacion. Po, na dha dhe ka i qyp me Flori, është e vërtet. Mush këtë për këtë me monedë. Floririn ta sollon kur tani në Shqipëri, tani. Po, harrova, atë qesën me Flori. Se Karamuço tha ka filmim, tha, na kanë filmuar Gjergjo, mbyllën, pranoje. Tha e kanë filmuar tha në Shqipëri duke shpërndar lek. Unë kur erdha vlla, kisha thesin me lek nga Irani edhe ta pull lek, bum. E di çam kujtove, më kujtove materialet e sigurimit të shtetit të 1990-s,
që unë kisha një çantë të mbushur me dollar që ma kishte dhënë CIA dhe ja shpërndaja demonstruesve që të sulmonin komitetin e partisë në Durrës. Ka ngel ke vitin 1990 shok të antiterrorit dhe doktori Karamuço e ka pat babën hetus në duhet në kohën e Enverit, domethënë e ka familjarisht ai këtë lloj sëmundje. Se qa u bollë sekretari i Këshillit të Ministrave atëherë Alfredi, Alfredi ka pasur burrë gjutë, ka pasur goxha me tru. Nuk e di nga kujt komshi ka gjak ky xhanën po. Varja. Nuk i ngjan Fredit, i ngjan komshive? Baba vet ka qenë shumë i zgjuar. Realisht shumë i zgjuar, nuk po bëj ironi. Ky shkreti ndonse doktor i shkencave zishtem. Patjetësi. Po mos ta ka thënë në Irani këtë informacion të vëçë punë. Jo më, në 91 e kam taku ke Interklubi, kemi bërë 2-3 orë muhabet me Fredin, babën e këtij, Alfred Karamuçon, se çai ishte atëre bashkë me këtë Aleksu Luarasin, sekretari i Këshillit të Ministrave, se ishin ca detyra të tilla që i morën. Në kohën e Ramiz Alis apo të Berishës? Ka qenë tranzicion, hikte Ramizi, vinte Sala, ka qenë kohë tranzicioni, por publikisht unë po të kërkoj që t'i bëj një letër presidentit të Republikës me cilësinë e kryetarit të Këshillit të Sigurisë Kombëtare, që ja bëm edhe presidentit Ilir Metaj. Për më tepër që ndryshe nga Ilir Metaj që ishte ekonomist në profesion, presidenti i tanishëm është edhe mjek, pra shumë human, është doktor profesor mjek, është edhe general, më duket se është general lejtnant, në mos gabohem. Pra, është shumë më i kualifikuar se ish presidenti Ilir Metaj për të trajtuar çështjet e sigurisë kombëtare. Plus pastaj ka pesh si president e tjerë, domethënë. Kështu që t'i bëjmë një letër për Mekun dhe të sqarojmë edhe problemin që unë dyshoj dhe po mbledh prova që antiterrori jon po vepron si sigurimi i shtetit me ato radiolojat, jo liqeni Vajkalit, jo buza e bredhit e tjerë. Por nuk bën radiolojra me Iranin se pastaj paguhet fatura. Njerëzit që i qeverisin sot Iranin nuk janë doktor Shelba, ministri i brendshëm i Italisë në 52-shin apo 53-shin. Kanë rru gjërat. Plus pastaj këto të antiterrorit nuk janë as ke niveli Mark Dodanit, Nuk po them Kadrias Bill pas ke niveli Mark Dodanit. Kështu që ti kërkojmë për punën e radiolojës, ti kërkojmë për punën e synimit që kanë me fëmijët shqiptarë këto të Mekut, depërtimit që ato kanë institucione shqiptare. Unë kam botu foto të Mekut në kishën katolike të Durrësit. Asnjë prej tyre s'është katolik. E kupton ti, shkoj të falem unë xhami. Po unë jam musliman, jam i krishterë. Unë e respektoj xhamin si institucion, sepse Islami është feja e shumicës së popullsisë Shqipërisë dhe shumicës dërmuesve të kombit shqiptar. Por unë nuk shkoj të falem në xhami, se është hipokrizi. Pra unë i kam denoncuar këto gjëra. Meku i ka hapur metastazat e vet deri të paktën në Kurbin, në bashkinë Kurbin. Në bashkinë Kurbin. Nuk di a ka arritur deri ke bashkia e Mirditës. Jo vetëm bashkinë Kurbin, por besoj ta thash kur ishim në Tiranë, që edhe një mikun ton që kishin domethënë, edhe atë të shkretin e kishin trembur, nga që i kishin çu disa nga këta katolikë të Kurbinit e çfarë janë kështu. E kishin tremb atë të shkretit, ai u drit, amon, po çka ke mor burri thash. Çike frikta këta pleqë burr, këta legena burr. Pra duhet kemi parasysh që siguria kombëtare e Shqipërisë nuk është barës me sigurinë kombëtare të Mekut. Nuk duhet kemi komplekse inferioriteti, duhet kërkojmë mesaf. Jo, po ka i marrëveshje me amerikanët. Po botojnë e marrëveshjen, çfarë sekreti ka? Një moment, se duhet sqaroj dy gjëra. E para, këtë letrën do ta bëjmë me inshallah, se kur e bëm atë letrën e parë që e bëm në 22-shin, thanë që i ka dhënë urdhër Meku, Irani tha që e bën këtë, duke thënë Meku atëherë që i bëm. Kurse kësaj herë të paktën të kam ty me video vllai që më dhe ti urdhër, po të ka dhënë ti urdhër Irani, i qap fat vetën, por unë po e bëj me urdhrin ta vllai, nuk është me urdhër të Khamenei. U dhash urdhër, bëra sugjerim që duhet ta bëjmë për të mirën e Shqipërisë si patriot shqiptar, e theksoj këtë. Jo, po bëj çka kam. Patriot shqiptar, shumë e rëndësishme. Po tallem me Karamuço do burr. Por e dyta çfarë duhet të them? Po mirë, më ka i kufi tani se dakord me stradë, po dhe strada ka i kufi. Megjithëse kjo është estradë si ajo estrada e ushtarit. Domethënë është estrada e ishte cilësi humori.
Që ishte edhe humori trash, humor dyta, kooperative bujqësore. unë çka kuptoj që Meku është duke bërë në Shqipëri, është duke rekrutuar shumë njerëz, shumë gazetar, shumë televizione po i pagon lek, sepse Meku ka një frikë Mor shumë po të madhe. leti paguj, kalamaj mos t'i preki. Let paguj gazetar sa dush, let përdosë dosjet e qendrat sigurimit. Dua të të sqaroj pse fusin këta karamuçot si pyk edhe në rastin e këtyre fëmijëve, domethënë. Sepse Meku e ka frikë Ramën. Domethënë, unë Ramën e urrej, ti e urren, po disa gjëra duhet i themi si E vjen. për buz. E për buzën, por këta kanë frikë Ramën se Rama këtyre në 2022-shin, kur amerikanët e lanë në balë pasi u bën sulmet kibernetike, ky ja ka mbledhur mujahidinëve dhe Në mujahidinët 2023. 2023 nuk bëja? Dhe 2023 Po, goditja u bën policin. 2023. Po, dhe që atëre Rama këtyre i ka thënë, domethënë kur e pa që amerikanët e lanë balë, të gjitha lanë balë për punën e Mekut, i ka thënë këtyre që ju do rrini në Shqipëri, por mos u merrni me politikë. Dhe unë dyshoj që këta agentët e Mekut që dalin në për televizione, thonë është Irani që po e bën këtë gjëra, jo është njëri një shqiptar o kanadez, jo është një tjetër që shihet në Durrës e tjerë. Meku i bën se Meku do me hap mjegull, me kriju mjegull, sepse ata kanë frikë se mos Ramës në i ditë është esëll i del kokaina dhe i kujtohet kërcënimi që i ka bërë Meku në 2023, ku Meku i ka thënë nuk do merresh me politikë. Rrini këtu, rrini urë. Dhe kjo që ka ndodhur me incidenti me fëmijët në shkollë dhe këto incidentet e tjera, dhe për më tepër rekrutimi që Meku po i bën shumë njerëzve, gjen fakira, shkon në përfshatra, kishte rekrutuar njërin edhe në Këshillin Bashkiak Durrësit, po shikoja sot. Meku i bën gjitha këto gjëra nga që ka nevojë që të bëj atë lobin e tij që t'i bëj presion Ramës. Ti e ke parë që Meku ka bërë lobim edhe në SBA me kongresmen amerikan, të cilët kalonin rezoluta, i thonin Ramës, lej ti Mekun që të merret me politikë, të merret me terrorizëm e tjerë. Por Rama nuk e vret menin për ata. Dhe unë besoj se kjo radioloj që bëhen me këta karamuçët me kompani, unë dyshoj se mund të jetë ose nga Meku, i cili do të kryejë mjegull dhe të kryejë këtë frikën me Iranin, po i bën Irani këto, ka shkuar Irani te shkolla e Yzberishtit që i kanë ngritur këta kalamajt, këta gazetarët që flasin kundër nesh i udhëzon Irani e tjerë, që ta trëmbin Ramën, dhe tjetra është që Meku domethënë do që të laj durët, do që domethënë ato idiotësirat që Meku bën, do që t'jenë të paprekshëm, thonë mos na prekni neve, se po na prekët neve me dorë, atëherë neve do na vrasë Irani. Se kjo është filozofia që përdor Meku dhe kjo është logjika që përdor te Karamuço. Kjo Erla Hilla, si kishte emrin kjo femër. Atëherë Kruja e ka nga i shoqi. Më fal, atëherë unë do jem cinik, e përsëris, unë do jem cinik. Midis jetës së meksave dhe fëmijëve shqiptar, unë zgjedh fëmijë shqiptar. Nuk më rruhet fare Edi, e përsëris, nuk më rruhet fare Edi për jetën e meksave. Jeta, mirëqenia e fëmijëve shqiptar është kulmi për mua, është maksimumi për mua. Kurse jeta e meksave nuk më rruhet fare Edi, dakord? Mbi të gjitha fëmijët shqiptar, meksat zero interes. Dakord? Dhe këtë e them, jam gati ta jap edhe deklarat notariale. Këtë që thash, jeta e fëmijëve shqiptar blen shumë më tepër se sa jeta e meksave. Kaq. Unë jam patriot shqiptar. Kur isha në Shqipëri, vura re që, se unë jam jashtë dhe nuk i kuptoj dot shumë gjëra, vura re që Meku ka penetruar shumë në mediat shqiptare, atë që përmendëm ka dëgjon gjen mirëditor, gjen kurbinas, dëgjon gjen lloj rrofsh, dhe i thot do na vrasë Irani, i marrin ata, dalin protestojnë për këtë etj. Shiko, mos fol me krajina, të lutem shumë. Njeri të mirë ka në Tropoj, ka dhe në Sarandë. Nuk thasha si gjë, në Tropoj. Nuk thasha si gjë, përmenda Dursak, përmenda Kurbinas, përmenda Mirditor, Shkodran mund të kenë. Domethënë Meku është duke u munduar në çdo cep të Shqipërisë
të gjej njerëz që mund t'i përdori si kaqola për betejën e tij politike në Shqipëri dhe për të sulmuar njerëz si puna ime dhe jotja. Ti që je i brendshëm aty, si e shikon situatën? Se unë nga që jam jashtë nuk di shumë. E shikoj serioze, e theksoj metastazat e Mekut po përhapen përtej aksit Tiranë-Durrës. Të paktën deri në Kurbin, nofta dhe në Bashkinë Mirdit kanë mërrit metastazat. Në Tiranë janë përhapur shumë dhe nuk hahet më ajo rrena që mjetet e Mekut vinë në Tiranë për arsye shëndetësore dhe parkohen se s'ka vend parkimi. Njëherë i kohu parkoshin rreth shkollës bashkuar, ku brenda territorit shkollës është Ministria e Mbrojtjes, është shtabi i përgjithshëm, është edhe shiku. Çuditërisht nuk ishte parking, që ka parking me lek ke Nën Tereza, po e parkoshin afër shikut, ke rruga s'po vjen me emri atij Dibranit nga fshati Selish, Ymer, se si e ka ajo rruga, e parkoshin afër Ministrisë Mbrojtjes, afër shtabit përgjithshëm. Edhe tani s'kemi ku e parkojmë ne, pra ne e parkojmë furgonin afër shkollave. Unë do nxjerr edhe fotot bashkë me targat furgonit kuq dhe furgonit bardh, që njerëzit sa t'i shohin të alarmohen dhe të vetë mbrohen, të mbrojnë kalamajt. Nuk on frikë fare. Le të padisin më në gjykat, le të padisin për çfarë, për përndjekje. Le të padisin për çfarë, për agent Tiranit. Ç'a ti doj zemra? Për nenin 55. Edhe gërmën A dhe gërmën B, pra për agitacion e propagandë kundra komunizmit edhe me gojë edhe me shkrim. Le të padisin, le të padisin. Le të padisin. Gjergji, këtë e kam edhe për Kacin, se është burr i mençëm ai. Kujdes. Nuk e të bësh më me mjekrat të mjera myslimane që i fut në burg se kanë deklaru këto janë luanët e Allahut. Janë edhe luanët e Shëngjërgjit, o Kac, janë edhe luanët e Shëngjërgjit. Unë nuk kam në i kompleks inferioritetit them luanët e Shëngjërgjit. Më fal se më erdhi. Ta mbyllim? Mbyllim. Kjo ishte ciao. Kjo ishte biseda me Gjergjin, folëm për Mekun në Shqipëri, për ato që është duke bërë Meku dhe për sulmet që Meku po i bën personave që janë kritik dhe tyre. Ju falenderoj gjithëve, selam aleikum.